Jo çdo rast vetëm pse i pandehuri e pranon fajësinë, duhet mbyllet me marrëveshje për pranim të fajësisë. Vepra penale nga neni 358 hen në grupin e veprave penale kundër sigurisë së përgjithshme të njerëzve dhe pasurisë. Si e tillë, përjashtohet prej rasteve, prej veprave në të cilat aktgjykime i dëmtuari ka të drejtë të paraqesë ankesë. Në raste të tilla, me nenin 381, paragrafin 3 janë përcaktuar rastet kur pala e dëmtuar mundet me paraqit ankesë, në të kundërtën nëse nuk vepra penale nuk hen në grupin e këtyre veprave, ankesa hedhet si e pa lejuar. Pra kemi një situatë kur për një vepër të tillë, pala e dëmtuar nuk mund të bëjë ankesë ndaj sanksionit penal të shqiptuar ndaj përgjegjësit, ndaj personit përgjegjës që e ka shkaktuar, që është shpallë fajtor. Në këtë rast, mendoj që duhet me pas një kujdes shumë të shtuar edhe prokuroria apo edhe gjykata në rastin e pranimit të këtyre marrëveshjeve për pranim të fajësisë, për faktin se parimisht pala e dëmtuar po i kufizohet mundësia që një aktgjykim të tillë ose një vendim të tillë ta sfidoj edhe në instancat e tjera siç është gjykata e apelit. Pra, po i pamundsohet që me çu rastin në gjykata e apelit edhe me u vërtetu se është me të vërtetë sanksioni penal në përputhje me ligjin. Andaj, mendoj që prokuroria në rastet të tilla duhet të kufizohet në rastet kur hen në marrëveshje për pranim të fajësisë me palët me të pandehurit, në rastin konkret, pikërisht për këtë fakt. Jo çdo rast vetëm pse i pandehuri e pranon fajësinë, duhet mbyllet me marrëveshje për pranim të fajësisë. Duhet shikohen edhe rrethana të tilla, siç është edhe kjo pamundësia, ose palejueshmëria e ankesës së palës së dëmtuar.